një kaos i vërtet mbërtheu prajmin e së shtunës në Big Brother VIP Albania. Kjo pasi Josefin Marko goditi me shuplak Gjestin pas eliminimit në gjysmëfinalen e këtij spektakli. Veprimi i tij ngriti në këmbë një Kosovë e Shqipëri, me figura të shumta të njohura, të cilat i dolën në mbrojtje Gjestit. Goditja kishte lënë pasoja të dukshme fizike tek këngëtari, i cili ishte shfaqur të nesërmën me disa nxirje në fytyrë. Megjithatë, kjo ngjarje kaloi edhe kufit e rajonit, duke marrë edhe vëmendje nga mediat ndërkombëtare. Një nga gazetat më të mëdha në Zvicër, 20 Minuten, i ka kushtuar një artikull të veçantë incidentit, duke pasqyruar momentin kur Jozi u përjashtua nga shtëpia dhe sulmoi fizikisht një nga finalistët e spektaklit. Për këtë ka raportuar edhe mediumi italian Fanpage.it. Fakti që një incident i tillë ka gjetur vend edhe në mediat e huaja tregon se rrezatimi negativ i ngjarjes ka arritur për masa ndërkombëtare. Josefin Marku ishte arrestuar nga policia menjëherë pas incidentit, duke mbajtur disa orë në paraburgim. Ai më pas u lirua dhe autoritetet bëjnë të ditur se ndaj tij do të vijojë hetimi në liri, në pritje të vendimeve të mëtejshme të organeve të drejtësisë. Për më shumë rreth kësaj lexoni në telegrafi.com.